Habit mjeku, ja sa ara duhet të hani në ditë sipas moshës. Arat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse teproni me to, do të përballeni me dhimbje koke, fryrje stomaku dhe diarre. Konsumi i tepërt i arave në periudha afatgjata mund t'ju shëndosh. Ekspertët thonë në bazimin e të dhënave se racioni ditor i arave është 28 gram ose 8 kokra ara çdo ditë. Konsumi i tepërt i arave mund të sjellë probleme me stomakun, shtim në peshë, rënje të energjisë dhe probleme të alergjive. Nëse doni të keni një shëndet të fortë dhe të evitoni gjithashtu këto shqetësime, sipas ekspertëve, deri në moshën 20 vjeçare duhet të konsumoni 5 deri në 7 ara dhe më pas 8 deri në 9 kokra ara çdo ditë janë një zgjidhje shumë e mirë për të marrë përfitimet e tyre unike. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.